Një foto që më ka erdhur mua nga burgu i Peqinit, që më ka sjellë një person që ende nuk e di, foto që unë ja kam dërguar vetëm atij. Dhe fotoa ka qenë intime. E kuptoj shumë mirë. Kanë qenë foto dhe video intime që i ke pasur vetëm ti me burrin dhe të janë bërë publike. Ajo foto atëherë kur a shkrepo ka qenë aktiv. Që në momentin që ai më nxori atë foto, unë jam kërcënuar për të dërguar foto nudo në burgun e Peqinit dhe jam detyruar që ta mbaj lidhje me Dilan Tistakun që ishte i burgosur për drogë, për prostitucion, të mbaj lidhje me një ordiner, sepse kisha kallë, sepse kërcënohesha që do vitë të djeg, do vitë të marr çupën dhe ky burgosur ka pasur lidhje të drejt për drejta me ish-burrin tim. Dhe unë kam mbajtur lidhje duke ditur që ish-burri tim e dinte. Unë e di që ai e dinte dhe unë e vazhdonja lidhjen pati probleme, vetëm mos më shkaktonja problemet e marrjes peng të fëmijëve, siç marr dhe sot kërcënimet, siç ka marrë gjithmonë dhe i ke publike kërcënimet sot.